€220 fillojnë delet, deri në 250, 270, përafërsisht ato, 300-400 shkon një dash. Rritja e çmimeve nuk ka kursyer as kurbanet këtë vit. Nga 220 deri në €400 po kushton therrja e një kurbanit në Kosovë. Ndërsa fermerët thonë se shtrejtimi i ushqimit për bagëti dhe drithra ka rritur ndjeshëm kostot e mbajtjes së kafshëve. Po si vjetë për momentin, kurbani është u sjell prej €220 deri në €400 në fermën tonë, do me thonë, ku në çmim përfshihet edhe therrja e kurbanit. Si vjetë, nashta kisha me thonë, ka pak një ngritje të vogël, mirë po jo edhe shumë në krahasim me vitin e kaluar. Do e marr parasysh se tash edhe ushqimet ose produktet bazë të delja janë shtrejtu. Duhet që edhe na me shtrejtu kurbanin, për shembull si vjetë du shku deri në €5 një deng i sanës, ose si shnihet knepi neve në lap duj. €5 një duj i sanës, vitin e kalu mu konë me €1.50, €2, shembull e ke marrë dukun. Ngritja e çmimit drithnave, edhe tu e marrë parasysh se gjithçka u shtrejtu. Në anën tjetër, organizatat humanitare paralajmërojnë se çmimet e larta po a vështirësojnë familjeve dhe donatorëve kryerjen e këtij obligimi fetar gjatë Kurban Bajramit. Ashtu siç na kanë përcjell rritja e çmimeve në treg, i çdo gjëje, i çdo produkti, rrjedhimisht ka ndikuar edhe te çështja e kafshëve të kurbanit, veçanërisht tash që kërkesa është shumë e lartë kështu në aspektin jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë në krejt botën, edhe dinë çdo herë faktikisht çdo Bajram kanë shku të rrit çmimet, por është diçka që nuk është nuk varet prej neve, varet prej fornitorëve. Mirë po na kemi dashur në këtë rast me ofru mundësi për donatorët tonë, për cilët mundet me qenë shuma e lartë, e që është €200 nuk është edhe e vogël. Edhe Bashkia Islame e Kosovës si vjetë ka rritur çmimin për therrjen e një kurbanit në Kosovë në €200, sa ishte vitin e kaluar 180. Therrja e kurbanit është një nga ritualet më të rëndësishme fetare në Islam dhe kryhet gjatë festës së Kurban Bajramit, në shenjë bindjeje, sakrifise dhe afrime ndaj Zotit. Për muslimanët, therrja e kurbanit simbolizon devotshmërinë, solidaritetin dhe ndihmën për familjet në nevojë, pasi mishi i kurbanit shpërndahet për të afërmit, fëmijët dhe shtresat sociale, me kushte më të vështira ekonomike. Këtë vit, festa e Kurban Bajramit në Kosovë është me datën 27 maj.